Endrit Bytyqi, 7 Erbin Thaqi, 10 Durim Gashi, 11 Ramadanala dhe numër 9 Halim Selmani. Udhëheci i ekipit të KF Zërza është Ibrahim Thaqi. Në anën tjetër KF Vllaznia tash janë pa e lek në Port Festim Maqaj, 7 Egzon Krasniqi, 88 Ermal Maqaj, 10 Altin Bytyqi, 9 Olti Syla, 20 Shirin Berisha, 12 Jakub Ramadani dhe 5 Albin Syla. Ndeshjen e drejton gjyqtari Avni Ibrahimi dhe Drilon Kallaba, gjithçka gati para kësaj ndeshjeje që mund ta quajmë një finale para finales, pasi kemi të bëjmë me dy skuadra të ecicore këtu në ndeshja. Presim të jetë një ballavaçim të interesant dhe është mëkat që këto dy skuadra po takohen këtu në këtë moment. Mes veti do të ishte mirë të ishin në gjysmëfinale apo në finale, por gjithsesi fati e do asisoi që të zhvillohet kjo ndeshje. Ja një tentim nga distanca i Ermal Maqaj të vazhdon të marrin topin lojtarët e skuadrës Zërza, ja Ramadanala, i cili është inkuadruar në këtë pjesë bashkë me Halim Selmani si futbollist përforcues për ta bërë ndeshjen edhe më interesante. Ja Durim Gashi, edhe njerë Durimi, portieri Ermal Gashi. Ja mundësia tani, pasim i mirë aty mirë, po megjithatë kanë ndryrë portieri Maqaj, kemi revënjë ansore. Ja Halim Selmani. Duro, ka këtyre prapë topin drejt të portieri. Ja edhe njëherë Durim, ja Duro aty tenton, ndërpritet kjo aksion nga Ermal Maqaj, pasimi saktë në drejtim të Albin Sylës. Ja Berisha, tentimi Berishës, topi devijuar, kemi korner. Korner për skuadrën, ja ndërpritet kjo aksion nga Durim Gashi. E merr topin Halim Selmani, pozita për të goditur gjuan dhe bllokohet goditja ati nga Maqaj, tentimi i parë. Kemi edhe tifozërin nga Zërza, të cilët do të jenë në përkrahje të ekipit KF Zërza. Ja Gashi, Durim Gashi. Ja portieri Gashi, Duro, kjo pasim që nuk shkon. Ja një tentim me volej nga ana e Jakub Ramadanit, por nuk të treguaj sakt. Edhe njerë po thajmë është mëkat që këto dy skuadra po takohen këtu në këtë ndeshje të Gjiros së dytë. Do të ishte mirë të ishin më vonë, sidoqë të jetë është ndeshja e parë, pasi ekipi Vllaznia do të lutojë në ndeshjen finale në Korretis. Ja tentimit të aty, mundësia për të gjuatur dhe vjen goli i shënuar. Kalon Zërza në avantazh. Endrit Bytyqi shënon 1-0. Minuta e tretë, një pakujdesi do të thosha e portierit me përvojë Ermal Festim Maqaj. Ja Jakub Ramadani, tani Festim Maqaj, dalje e tij Ermali. Ka përballë Halim Selmani, një ik topi aty, jep shumë. Ka një numër tifozësh që zakonisht në ndeshjet e para më pak ka pasur shikues sport dhe di shumë që është ndeshje shumë interesante, madje ky takim ka nisur në orën 19:30 minuta, pra gjysmë ore më herët, dhe ka shikueshmëri. Para mendoni do të luajë më vonë, do të kishte shumë më shumë. Ja tentimi i Maqajt me të majtën, nuk e gjen cakon për pak, mbetet 1-0 në të mirë të skuadrës KF Zërza. Duro Durim Gashi, një futbollist të cilësor. Ja çfarë pasimi aty Durim Gashi, ja mundësia për golin e dytë. Çfarë fati i madh, nuk ka kaluar rreziku ende, vazhdon. Dhe 2-0 Halim Selmani. 2-0. Lojë shumë e mirë KF Zërzës. Brenda 3 minutave gjysmë realizuan 2 gola. Punë tani edhe më shumë për skuadrën Vllaznia. Ja tifozëria të kënaqur. Halim Selmani ndërhyn aty para Jakub Ramadanit, ja Halim Selmani njerë, mundësia aty, njerë po kësa radhe ka ndërhyrë Festim Maqaj, ka larguar rrezikun. Mbetet 2-0 rive një ansore, është Egzon Elshani. Ja Halim Selmani dhe njerë. Ja Berisha. Berisha. Ramadani, edhe njerë Jakub Ramadani. Festim Maqaj.
Ja tentimi aty dhe vjen goli i shënuar. Ngushtohet përsia 1-2. Realizator Albin Syla 1-2. Ja tani është ngushtuar përsia dhe do të jenë ndeshja edhe më interesante pritet. Ermal Gashi. Rivani Ansore nuk ishte pasimi i saktë i Egzon Elshanit në drejtim të Halim Selmanajt. Ja Ermal Testimaqej tani. Testimaqej. Ramadani. Ermali. Testimi edhe njerë. Testimi pozita për të gjuajtur, gjuan për blokohet goditja ati, Berisha, edhe njerë Ermali, aty Ramadani, Berisha, ka përballë Ramadani goditje që blokohet, kemi Rivani Ansore për skuadrën Vllaznia tani insiston, e kërkon golin në barazimin skuadra Vllaznia, ja është Altin Bytyqi, aty mundohet ta shërbej aty të pasim për Berishën, cili me kokë nuk arriti të rrezikonte më shumë, ja Gashi. Alaj, mirë ndal topin me Gjoks, në prapa deri te portieri Gashi. Selmanaj, çfarë gabimi tani mund të jetë kjo kushtueshme kjo, nuk shkon topi për pak te Altin Bytyqi. Ramadani, përsëri aty bën presion skuadra Vllaznia në kërkim të golit të barazimit. Ja Halim Selmanaj ka kthyer topin deri te Gashi. Elshani bukurisht manget për një çast. Berishës fiton këtë Rivani Ansore. Alaj. Pasimi mirë Alaj aty për Halim Selmanin, mundësia për të shënuar ka pritur. Festim Maçaj ka shpëtuar portën e tij. Ja, Bytyqi, aty ka ndërhyrje të parregullt nga ana e Egzon Elshanit. Goditje e lirë për ekipin Vllaznia. Minuta e 7 të ndeshjes, rezultati 1-2. Në fakt 2-1 për skuadrën e Zërdzës. Ja Festim Maçaj. Festim Maçaj me këtë gjuajtje për pak nuk e gjen cakun aty topi jashtë kuadratit të portës. Selmanaj, Gashi, bën presion aty Berisha, gati sa nuk arriti të rrezikonte edhe më seriozisht. Kemi Rivani Ansore, është Endrit Bytyqi që me këtë top të gjatë kemi në korner. Ja mundësia për golin e tretë, çfarë rasti i mirë aty Endrit Bytyqi, për pak nuk shënoi, ka pasimi nga korneri. Ermal Maçaj, Testimi, Berisha, edhe njëherë Testimi, topi sakt për Berishën, ka përballë Ramadan Olen. Pasimi mrapa, mirë po me gjatë topi vazhdon të jetë në këmbët e skuadrës Vllaznia, ja Ermali. Ramadani, aty Ermali, Bytyqi, Berisha. Tani po ja çfarë kalimi aty Ramadani, mundësi aty ka pritur portieri Gashi. Rivani Ansore për skuadrën Vllaznia apo për ekipin Zërdza. Kemi në minutën e 9 të ndeshjes 2-1 rezultati për ekipin e Zërdzës. Ja aty një tentim kalimi nga ana e Egzon Elshanit, një super futbollisti. Halim Selmanaj ka përballë Ermalin. Gashi, topi sakt për Egzonin, ja Ramadani, pasime to ka një gabon Ramadani, Ermal Maçaj debërtimi ti nga Ermal, mundësia për të gjuajtur, gjuan por ka pritur portieri Gashi. Ramadan Alaj, Elshani, sa ky pasim për Halim Selmanaj. Selmanaj top në kërkon Ramadan Alaj, edhe njëherë Selmanaj, mund tjetë rrezikshme kjo, nuk kalon këtë përtim. Ja Alaj, mundësia nga krajit jashtë, nga një pozitë e vështirë, gjuan por pret portieri Festim Maçaj, korner.
Ja një mundësi për gjuajtje voleja aty nuk e shfrytëzoi këtë, tenton me të majtën e Gzon Elshani, e bllokon mirë Jakub Ramadani, ka rivendje anësore. Ermal Gashi. Minuta 10 edhe 2 minuta e 10 sekonda deri në punë të pjesës së parë të ndeshjes. Ja, aty Selmanej, një 5 minuta tim të Elshanit, topi fort këpë që atë arriti Elshani të ullë topin poshtë me kokë. Syla, Ermali, ja një tentim nga distanca e Jakub Ramadanit, ka pritur portieri Gashi. Ermali, Ramadani, Festim Maqaj, Ermali, edhe njerë Festimi. Pozita për të goditur aty, Ermali mundohen të gjenë hapësiren, sidomos Ermali ja mundësia të një për të gjuajtur godet aty dhe topi shkon jashtë kuadratit të portës së portierit Ermal Gashi, mbetet rezultati 2-1 të mirë të ekipit të Xerxes. Kemi ndërhyrje të pa rregullt të shkaktuar nga Albin Syla. Është shërbyer me duar Albin Syla dhe për këtë është drejtuar ndeshja, është referuar ndërhyrje e pa rregullt. Ermal Gashi. Alej. Edhe njëherë Gashi. Selmanaj, top për Endrit Bytyqin, që nuk arrin të mbaj topin brenda vijave ku vizhdo se rivendje anësore, ja Festim Maqaj. Ramadani dhe Festim Maqaj, nuk arrin të depërtoj aty Jakub Ramadani para mbuluar mirë nga Halim Selmanaj. Olti Syla, Syla gjithnjë, pasimi mirë, ja o tenësimi aty, por ka pritur Gashi. Në kundër sulmin në anën tjetër, Halim Selmanaj, detyrohet të kthej prapa deri te Ramadan Alej. Dhe këtu përmbyllet pjesa e parë me rezultat 2-1 në të mirë të skuadrës Zërza, një lojë jashtëzakonisht e mirë, pritet të zhvillohet ndeshja e mirë edhe në pjesën e dytë, pas pak themi me pjesën e dytë të ndeshjes. Ja jemi në pjesën e dytë dhe pikërisht këtu nisë ky 12 minutë i pjesës e dytë, pas të pjesës e parë rezultati 2-1 të mirë të skuadrës së Xerxes. Ja, Ale është thyrë në mbrojtje aty, Gashi, Selmanaj, Ramadan Alej. Pasimi i Alet ishte pak i fort për Halim Selmanaj, kemi rivendje anësore për ekipin Vllaznia. Ja, Festim Maqaj. Të shohim a do të jenë në gjendje futbollistët e skuadrës Vllaznia të barazojnë apo e lojtarët e klubit futbollistik Xerxes ta shfrytëzojnë këtë epërsi minimale që më të sigurt të vazhdojnë drejt shënimit të golit të ja Maqaj me këtë gjuajtje të furishme, por nuk tregohet i sakt për pak. Duro në drejtim të Halim Selmanit, u mundua të ta shërbente Ramadan Alejn, por i pasakt ishte pasimi i tij me kokë. Ramadani, nuk shkon pasimi Ramadanit, ja Halim Selmanaj. Gashi, topi për Duron, po i shpejt pak, ja ashtu ishte Albin Syla. Ja, Berisha, mund tjetë rrezikshme kjo, Berisha lojtare shumë i rrezikshëm, mirë po ati vendosur mirë Endrit Bytyqi, tentimi Albin Sylës, ja Maqaj, Ramadani, kërkon topin Berisha të në mes nuk e merë, hapen doja në kraun tjetër dhe ja mundësia për një organizim tjetër. Berisha mundohet në këtë mënyrë, ishte pasimi Olti Sylës.
Tani ky pasim jo i duhuri për Durim Gashin. Syla, Ramadani, Berisha, dalet në mënyrë të palejueshme. Është edhe kënaqësi të drejtosh në ndeshjen me këta lojtar, por gjithashtu edhe privilegj dhe gjyqtarët Avni Ibrahimi dhe Driran Kallaba me mjaft autoritet po drejtojnë jo vetëm këtë ndeshje, por të gjitha ndeshjet deri më tani, sidomos të gjitha ndeshjet e gjirës së dytë. Ja, tentimi aty dhe vjen goli i barazimit, ka realizuar Albin Syla golin e tij të dytë. 2-2, gjithçka tani e barabartë. Nuk ardhi ta mbulonte askush Albin Sylën, mbeti i vetmuar dhe me të majtën realizoi gol të mirë duke barazuar shifrat. Tani Selmanaj, ja Alaj, gjua që furish me Alaj, 5 pasaj, dhe mirë për topit e buar. Endrit Bytyqi e rikthen në gol me golin e tij të dytë personal. 3-2 shumë shpejt, e rikthen e përsin KF Zërza. Parë loje e mirë, rivanjansore për ekipin Vllaznia. Ja, Ermali. Kjo ishte testimi tani. Ermali. E kanë topin Albinin e kraun e majt. Mirë po është imbuluar. Ja, Ermali. Syla. Ermali. Janë të mbuluar mirë lojtarët e skuadrës e Vllaznia. Ja, edhe njëherë Albin Syla në kraun tjetër. Ermal Maqaj, gjuajtje Maqajt, pak sa duke rrëshqitur. Shkan topi mbi kuadratën e portës së portierit Ermal Gashi. Duro. Ja, aty tani çfarë ndërhyrje aty për pak sa nuk ishte rrezikshme. Ja mundësia për skuadrën e Vllaznisë. Kemi aty ndërhyrje të palejueshme, goditje dënimi për ekipin e Vllaznisë. Të shojnë farë të sjellë kjo ndërprerje, minuta e 5 e pjesës së dytë. Testim Maqaj pranë topit. Dhe Ermali gjuan për blokohet goditja e tij nga Endrit Bytyqi, rivanjansore. Testim Maqaj. Me Ermali edhe njëherë. Testimi. Ja, testimi pozita për të gjuar për blokohet goditja e tij nga Ramadan Alaj. Edhe njerë testim Maqaj, Ermali, tani inkuadrohet Jakub Ramadani në të testim Maqaj si futbolist me rol të dyfisht nga Ramadani. Ermali, duhet të jenë të kujdesshëm shumë tani lojtarët e Vllaznisë sepse çdo nëse marrin topin mund ta shfrytëzojnë këtë, janë futbollistët e skuadrës Zërzës të gjithë me përvojë. Ja Ermali, goditja e Ermalit bllokohet nga Alim Selmanaj, kemi rivanjansore. Nuk ka zgjidhje për të afruar në zonë për të rrezikuar më seriozisht, po tentojnë nga distanca të mbuluar mirë lojtarët e skuadrës së Vllaznisë nga ata të Zërzës. Ja Ramadani edhe njerë, Ermali, kombinime të shkurta këto, është në krahun e gjatë Albin Syla. Nuk shkon pasim. Ja aty një pushim i shkurtër për Endrit Bytyqin e ka goditur topi. Gjasht minuta lojë të pjesës parë, sigurisht do të kompenzohen këto nga gjyqtari Avni Ibrahimi. Gjithçka gati, është në gjendje të vazhdoj Endriti lojën. 3-2 është rezultati në të mirë të ekipit Zërza. Ja Ermali, Berisha, mundësi tani kjo. Ka luajtur lojë me dorat nga ana e shtirim. Në fakt është Altin Bytyqi. Selmanaj, Gashi, të Syla, Bytyqi, ka kthyer te portieri Testim Maqaj, ja njerë Maqaj, Ermali, Testimi,
Ermali edhe njerë kërkan hapësinën për të goditur, luan të me Bytyqin në krahun tjetër. Tentim aty Ermalit, nuk e prekur askush, rive një fundore, topi takon portierët Ermal Gashi. Një topi gjatë kërkohet, Durim Gashi. Aty mire ndali topin me gjokë pas ta iku, janë pasim në krahun tjetër, top për Albin Sylen. Ermali, topi mirë për Bytyqin. Ja mundësia për goditje gjuan dhe për pak aty shpëton Zërza. Ermali, Berisha nuk del topi me gjithatë jashtë vijes fundore. Ishte një aksion i mirë. Tani fatit të skuadra KF Zërza, pare letë ka mundur të barazot rezultati. Ja, Elshani, dhe për tonë mirë Elshani aty për ballë, Ermal Maçaj, dy super lejtar, dy talent të futbollit. Ja, Ermali, testimi. Albin Syla, ja, Ermali, Syla dhe njerë. Ramadani, Syla, Maçaj, top në drejtim të Bytyqit. Ka dërhyrë Elshani dhe janë nga distanca ati u mundua. Në Bytyqit e shënoj në gjuaj në poshtën e zbrazër, por nuk ishte i sakt. Ja, kemi Ramadanale me përvoj, depërton Ramadanale dhe pritë Rakup Ramadani. Blokohet goditja e Gëzën Elshanit. Qartohet nga Drilon Kalaba e Gëzën Elshani, të rishet vrejtja që herën tjetër të mos veproj kështisoj, për ndryshe do të suspendohet. Ja. Berisha, nuk arrin të gjejnë pozitin për të gjuajtur, nga distanca të nëtoj e Gëzën Elshani për pak, nuk e gjedi cakun, rivën një fundore. Ja, dhe njëherë ty Jakub Ramadani, të gjitha forcat për barazim rezultati, jemi në minutën e 10. Albin Syla në mes fushën aty, dhe ja mundësia për të gjuajtur dhe çfarë pritje fantastike e Gashit, ka shpëtuar gol të sigurt. Aksioni ishte i rrjedhshëm dhe jashtëzakonisht i mirë, vetëm goli mungoi. Ja tentimi tani aty, Jakub Ramadani do një pritje. Ermal Gashi tani është më meritori për të skuadra Zërza që po ruhet kjo përsi. Maçaj, Ermali edhe njëherë. Ja, Ramadani, Ermali, Ramadani, Ermali, pasimi aty në drejtim të ja mundësia për të shënuar dhe realizon për 2-2. 3-3 më falni, 3-3 është rezultati i barabartë. Altin Bytyqi, shënues i golit të tretë. 10 minuta lojë të pjesës së dytë, 3-3, barazim shifrash në një lojë teje të mirë. Ja tani tentojnë lojtarët e skuadrës Zërza aty për Salim Selmanet, Ramadani, ja mundësia për të kaluar sërinë e përsirë. Selmane gjuan, mirë, po nuk tregohet i sakt. Një depërtim aty Syles, ja mundësia për golin e 4 nga skuadra Vllaznia, mirë po ka pritur Gashi, vazhdon në kërkimi, insiston skuadra, ja mundësia tjetër, edhe një ndërhyrje e shkëlqyeshme Ermal Gashit. Sot i jashtëzakonshëm portieri i klubit futbollistik Zërza. Testim Maçaj. Ja, goli i bukur tani vjen 4-3 për skuadrën Vllaznia. Çfarë goli i mirë është ky? E kërkoi golin e barazimit dhe pas golit të barazimit shënoi edhe golin e përsis. 3-4 tani është Albin Syla. Hat-trick i Albin Sylës. Dhe ja për pak sa nuk erdhi edhe goli i 5, këtu do të përfundonte gjithçka. Ja tani dhe tani në anën tjetër futbollistët e skuadrës Zërza tani të munduan të shfrytëzojnë edhe lojtarin e 5.
Në fakt, Orti Syla ka shënuar golin e përsis. Ja, Syla. Çfarë goli? Dhe këtu, goli i dytë i Sylës. 3-5. Shumë pak kohë tani për skuadrën e nga Zërza. 3-5, plus 2 është e përsia. Ishte, po thuajse, në shumicën e kohës në e përsi ekipi i skuadrës KF Zërza në anën tjetër, Vllaznia në pjesën e dytë. Luajti shumë më mirë, shumë më kërkuese ishte skuadra e Vllaznisë dhe arriti të realizonte 2 gola të një pasjeshëm dhe ja Ramadan Olej, ato të kemi gol të shënuar. Nuk ka gol tani nga distanca, mundon të shënojnë, nuk ka lojë. Ja Berisha, ja mundësia për golin e 6. Mirë, po ka ndërhyrë aty Alim Selmanaj në çastin e fundit. Ka shpëtuar pak kohë. Shumë pak kohë ka për klubin Fullosik Zërza. Në çdo çast mund të dëgjohet edhe vëshëllima e gjyqtarit Arni Ibrahimi dhe këtu përfundon Vllaznia e mposhtë klubin Fullosik Zërza dhe kalon në 1/16 në finales. Dhe njëherë po them, mëkat që u takuan këto dy skuadra sot. Vazhdojmë në ndeshjen tjetër, Rufeja Arti.